Shiqoni se si Allahu Gjeleshanuhu sprov mbi sprov bën. Pas kësaj sprove, ai që e ka besu se me vërtet ka ngjakjo, nga se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e thot një gjë të tillë, edhe pse provat nuk dëshmojnë për një gjë të tillë. Provat mendoj domethënë në atë kohë që i kanë pas pa dhe në këtë kohën tonë. Allahu Gjeleshanu pastaj na tregon për një sprov tjetër. Po para se të kalojmë te kjo, thot jep koment Allahu Gjeleshanu për Isran. Jep koment thot: "Wama ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas." Vetë dëshmon Allahu Gjeleshanu se kjo është sprov. Udhëtimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për në Aksa ka qenë çka? Sprov. Thot dhe unë atë që ta mundsuam ta shohësh me sytë e ballit tënd. Se si kur ti kështon për jamerë se më kumë qenë në ndër, askush duhet të reagonte, ashtu? Në ndër mund shkojt çdo kush. Ka pa ndër. Ama fjala ka qenë këto me sytë e ballit. Dhe një gjë të tillë thot e bëna unë për çfarë arsye? Illa fitnatan lin-nas, e bëra si sprov për njerëzit, se sa janë të besueshëm ndaj fjalës së Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe Kuranit. Kështu Allahu Gjeleshanu në këtë mënyrë i sprovon njerëzit. Pastaj shiqoni e lidh Allahu Gjeleshanu me një sprov tjetër. Thot, njëkohësisht e bëra sprov edhe wash-shajarata al-mal'unata fil Quran. Edhe një pemë që është e mallkuar e që ekziston domethënë në Kur'an, përmendet në Kur'an. Pra edhe një pemë e bëra si sprov për njerëzit. Çka është e matë pemën? Ju e keni dëgjuar ndoshta. Një pemë që quhet zakum, e cila mbin, ku mbin? Në fund të xhehenemit. Në fund të xhehenemit. Shefni, ata nuk e besuan, për shembull, mucizën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam se i shku. Pra kjo një sprov. Allahu Gjeleshanu për me i denua ata dhe për me qenë sprova më e rëndë, me njëherë edhe një sprov tjetër. U tregon edhe për një pemë e cila mbin në fundin e xhehenemit. Për fundin e xhehenemit. Ibn Abasi na tregon, komentatori më i madh i Kuranit, thot se këto, kur thot Allahu Gjeleshanu ta mundsuam ta shohësh, domethënë me sytë e ballit. Me sytë e ballit ta shohësh. Ndërsa, kur jemi thot të fjala dhe pemën e bënëm që të pemën e mallkuar që përmendet në Kur'an, edhe atë e bënëm si sprov, ajo thot është një pemë që quhet zakum. Çka është me këtë pemë? Si është si sprov kjo pema? Thot se i përket pemës zakumit, Allahu Gjeleshanu u ashtë kërsnu mushrikve me këtë pemë. Shiqoni? Allahu Gjeleshanu i përmendëm disa fjalë të tilla dhe mësimet e kaluara, ndonjëherë e sjell diçka që special të jetë vetëm sprova jo. Mësimin e kaluara patëm alejha 19 dhe mbikëqyrës të xhehenemit janë 19 melaçe. Edhe këtë 19-ën e bërëm sprovë në për pabesimtarët
Dhe ai që ka qenë në mësimin e kaluar e kupton edhe e din, e kanë dëgju se si ka qenë sprova jo. Numri 19, para mendoni. Pra sprove bën Allahu xhalesha. Njeriu me atë numër. Tash s'bën më u kthej prap ta shpjegojmë. Ngelim te kjo. Pra Allahu xhalesha u kërcënohet mushrikëve, pasi që i përmend në dhuntit e xhennetit. Se më nalt ajeti kuranor domethënë përmenden dhuntit e xhennetit dhe pastaj e përmenden këtë pemë zakum që është. Thot kështu. Atë që e përmenda më lartë është më mirë, em shajaratu zakum, apo këtë pemë që quhet zakum. Zakum, arabët, në atë kohë, domethënë, e kanë quajt një kombinim me hurma që është bën. Keni parasysh. Shqyqoni tash si bie sprov kjo. Edhe kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u lexon këtë ajet kuranor, edhe thot pastaj më vonë, innaha shajaratun takhruju fi asli al-jahim. Ajo është një pemë që mbin në fundin e xhehenemit. Tal'uha ka'annaha ru'usu shayatin. Frutat e saj janë sikur kokrat apo kokat e shejtanëve. Frutat e saj. Komentatorët tregojnë se Allahu xhaleshanuhu domethënë me atë zakumin do t'i dënojnë në mënyrë shumë të rrept xhehenemlit. Se ajo mbin në fundin e xhehenemit. A pemë është. Në xhehenem ka çka? Zjarr. Edhe këtu është e sprova. Sipas provave që i posedojmë ne për shembull, nuk mundet e pemë, lipët digjet e pema në zjarr, ashtu. Edhe të njëjtë atë arsye ka marrë edhe kush? Ebu Xehli. Edhe thot, ejani, çka thot Muhamedi, ta ndëgjoni. Supozon se në xhehenemi i kallën edhe gurrëzit, por shiqoni çfarë kontradikte na sjellaj, thot se ka edhe një pemë, e cila është dënim edhe mbin në fundin e xhehenemit. Shiqoni çfarë kontradikte, a mundet pema në xhehenem, gurrëzit i shkaton, a ku mbet pema? Keni parasysh? Shiqoni? Allahu xhaleshanu e sjell këtë si sprov. Kështu me logjik kur e merrti, nëse nuk e beson Allahu xhaleshanu, thot po lipët digjet ajo pema. Digjet. Por kur e ndëgjon një besimtar dhe thot se është në Kur'an, se është ajet kuranor, çka themi ne? Amanna. I besuam ne. Ha? I besuam një gjë sot. Pa marrë parasysh eksperimentet apo prova që i kemi në dispozicion, çfarë shpjegimi japën. Ne e dëgjojmë ko fjalën e Allahu xhaleshanu. Pse ajo është i mundshëm për një gjë të tillë. Shiqoni çka thot Allahu xhaleshanu për këtë pemë. Kjo pemë do t'jetë se ushqim për xhehenemlit. Kokrat asaj peme, fakt. Do t'jenë ushqim. Kur dhe të hanë frutat e asaj peme, do t'i hanë xhehenemlit. Do t'u kallen shëndezje e madhe, etjet madhe do t'ndjenë në vetën e tyre. Edhe nuk e di sa, një kohë gjatë, me mira vite,
do ta lusin Allahun xhaleshanu, o Zot, na sjell diçka do të thonë që ujt pim, në kaloj ajo gjeksaja e madhe apo etje e madhe. Pra është e kush është ajo? Kjo pe, e cila do t'i çojë ato të kenë etje të madhe. Edhe Abu Jahli çka bën? U thotë, e jeni ndëgjoni çfarë marrëzia na tregon Muhamedi. Hajt thot, na sjellni pak hurma, edhe të bëjmë pak zekum. Të zekohemi, dhe thona. Kushtimisht, pakës një mes të bëjmë, ashtu. Dhe më thonë, edhe që këto fjali ka thonë për shka? Për talje. Që talën edhe kanë fillu të talën të gjithë atë që kanë qenë ato prezent. Pra si që përmendëm, me këto ajete kuranore, të cilat janë si muxhize, mbinatirore, gjëra që nuk ndodhin, po vetëm kur Allahu xhaleshanuhu i bën ata, të jenë si fakt dhe përkrahje për të dëshmu fjalët e pejgamberëve, pra këto Allahu xhaleshanu i bën që nëpërmjet tyre ti sprovon njerëzit kush e ka besimin e dobët dhe kush e ka besimin e shëndosh. Pa marrë parasysh se ajo nga jashtë me logjikën tënde të ngushtë, me kapacitetin tënd, për shembull, ajo mund të delë rezultati se nuk është ki eksperiment nuk vlen. Ashtu? Ka gabim. Por, ti kur e di se Allahu xhaleshanu e ka thënë, çka thu? Unë e pranova. Edhe normal do të thonë besimtari, me këtë sprov shpëton. Ndërsa ata që kanë besim të dobët dhe që janë mushrik, ato normal do të thonë bien në këtë sprov.